Në dekadat e fundit, tregu i punës ka ndryshuar ndjeshëm, duke shkaktuar punësim të paqëndrueshëm dhe duke rritur pasigurinë që punëtorët ndjejnë për vendin e tyre të punës. Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2024, 56.5% e punëtorëve në Kosovë kanë punuar me kontrata të përkohshme, ndërsa vetëm 43.5% me të përhershme. Kosova mbetet gjithashtu i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor pa sigurim të papunësisë, duke i lënë punëtorët pa mbrojtje në rast të humbjes së vendit të punës. Kjo pasiguri ka pasoja të dukshme në shëndetin mendor dhe fizik. Hulumtimet tregojnë se pasiguria në punë lidhet me ankth, depresion, lodhje kronike, pagjumësi dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Sipas hulumtimit të vitit 2025 nga Democracy for Development, Youth Under Pressure, të rinjtë të Kosovës të moshës 15-24 vjeç përballen me nivele shqetësuese të ankthit dhe depresionit. Megjithëse shumë prej tyre përjetojnë këto simptoma, pak besojnë te institucionet ose kërkojnë mbështetje formale, duke kërkuar më shumë shërbime të qashme për shëndetin mendor dhe forma fleksibile të punësimit. Edhe punonjësit e sektorit të shëndetësisë përballen me stres të lartë për shkak të mungesës së stafit, burimeve të pamjaftueshme dhe orareve të gjata. Sipas një studimi shkencor nga Universiteti i Prishtinës, që përfshin 141 pjesëmarrës nga zonat urbane dhe rurale të Kosovës, çrregullimet e ankthit lidhen me pasoja negative, si mungesa kapacitetit funksional, përdorimi i substancave dhe varësia. Rreth 1/3 pjesëmarrësve treguan se përjetuan ankth ekstremisht të rënd. Shëndeti mendor është prioritet në dokumentet strategjike shtetërore të Kosovës, por jo gjithmonë në praktik. Ankthi në punë ulet kur ka siguri sociale, kontrata të qëndrueshme, fleksibilitet dhe mbështetje psikologjike. Pa këto, pasiguria, ankthi e stresi mbeten realiteti i përditshëm për shumë punëtorë, sidomos për të rinjtë.